Atis një krem me portokale, më duhen 1 kg portokale, të cilat i kam pastruar në këtë mënyrë, i kam hequr lëkurat, disa biskota, sipas dëshirës sa të duam. Na duhet 1 gotë qumësht. Te ky tasi këtu kam vendosur 1 të verdh veze, 2 lugë niseshte, 1 lugë miell gruri dhe 2 lugë me sheqer, gjithashtu dhe 1 sheqer vanilje, të cilën do ta shtoj këtu. Sheqer mund të përdorni 2 lugë, nëse janë shumë të ëmbla portokallet, por mund të përdorim edhe 2 ose 3 lugë, sipas dëshirës. Në fillim do të shtrydhim portokallet. Që kemi përftruar nga shtrydhja e portokalleve është gati 400 ml. Plus edhe gati 100 ml bëhen gati gjysmë litri me lëng. Kaq na duhet për këto masa. Do ta vendosim në një digan të vogël lëngun e portokallit dhe do ta vendosim për të marrë val në një temperaturë mesatare. Në tas do shtojmë qumshin dhe do t'i rajmë me kujdes të gjithë këto përbërës. Përbërësit që i kemi hedhur në tas, i kemi përzier mirë, janë tretur, gjithashtu lëngu i portokallit është ngrohur mjaftueshëm dhe do ta hedhim nga pak në tas për që të mos prihet veza dhe mos na prishet përmbajtja. Duke e përzier vazhdimisht sa të krijohet një temperaturë te tasi që kemi këtu duke përzier. Sa të krijohet një temperaturë konstante dhe tek tasi që kishim mielli niseshten, përbërësit e tjerë, e hedhim të gjithë lëngun e portokallit. Dhe në këtë moment tasin të gjithë do ta hedhim përsëri në tiganin e vogël dhe do ta vendosim në temperaturë mesatare për të marrë val për të zjerë. Lëngu i kremi i portokallit është duke u trashur, ka filluar të trashet. Do ta përziejmë vazhdimisht që mos na bëhet kokër, derisa të fillojë të nxjerrë fluckat e para që të zjej. Ja ka filluar të trashet. Sa të fillojë të nxjerrë fluckat e para dhe do ta heqim. Në këtë moment e kemi gati. E mbyllim edhe sobën. Vendosim disa copa të biskotave në fund të gotave që do të vendosim kremin. Dhe më pas do të vendosim kremin me kujdes.